Bismillahirrahmanirrahim. Do ta filloj sot me një shpjegim që ka lidhje me një gjys kritike që apo gjys sugjerimi që më bani vlla dje apo pardje, i cili e dëgjon në mënyrë të vazhdueshme, domethënë sirën, thotë që në faqe, domethënë her pas here thu që fatkeqësisht nuk kemi më tepër informacione lidhur me këtë apo atë ngjarje. Ndoshta ai nuk e ka ngjuar, por nuk ka qenë i kujdesshëm kur e ka ngjuar, por unë kam thënë që ne kemi credo që të besojmë se atë që Allahu përmes sahabëve ka rujt nga profeti sallallahu alaihi wasallam është e mjaftueshme si udhëzim dhe si mundësi e përfytyrimit të një shembulli optimal në jetën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Por kur kam thënë që do të ishte më mirë apo sa keq që përfundon këtu rradha e detajeve me cilat neve njihemi histori pas historie, kam fol me logjikën e komentimit që profeti sallallahu alaihi wasallam i bën për shembull ngjarjes së Hidrit alayhis salam, që thotë që sikur Musait kishte qenë më i duruar, ne do të kishim mësuar akoma dhe më tepër urtësi. Kjo nuk do të thotë që surja Kehf është e pamjaftueshme, nuk do të thotë që Kurani është i pamjaftueshëm, ulbillah. Por ideja është me i fjalë që sikur të kishim më tepër detaje, do të ishte sigurisht shumë më mirë për ne si për sa i përket domethënë udhëzimit edhe qartësisë, ashtu si dhe njohjes së historisë akoma dhe më mirë. Por siç e tham, sidomos në sirën mekase, ngjarjet që kanë ndodhur janë pashmangshmërisht shumë të mëdha nga ato që ne njohim, për shkak të arsyeve që i kemi përmend. Tani sot do të jetë një ripërmbledhje e shkurtër e udhëtimit apo e përpjekjes që profeti sallallahu alaihi wasallam bani në Taif për të gjetë mbrojtje dhe për të siguruar qetësi nga pikpamja si politike ashtu dhe fizike, pra për kokën e vet, për jetën e vet, dhe do të përfundojmë këtë ngjarje me shpjegimin e mbrojtjes që Mutim ibn Adi arriti që t'i ofronte atij kur ai u kthy. Edhe thamë që në Taif profeti sallallahu alaihi wasallam shkoi bashkë me Zeid ibn Haritha, shkoi atje dhe takoi të bijtë Amr ibn Mesud, edhe ky Amr apo Ebu Amr ibn Mesud ishte kryesori edhe njeriu më i rëndësishëm i fisit të Thaqafëve apo Thaqifëve. Ata kishin Latin si idhull kryesor, siç Kureshët kishin Hubelin edhe pastaj gjithë tjerët për një fjalë, dhe Ibn Kathiri thotë që tek ajeti kur ata mohojnë dhe thonë që sikur ky Kur'an ishte vërtet ai do të ishte shpallur domethënë njërit nga dy fisnikët e këtyre dy vendbanimeve. Dy vendbanimet janë Meka dhe Taifi, dhe këto dy domethënë fisnik sipas tyre ishin në një transmetim thuhet që është Amr ibn Hisham apo Ebu Xhehel, por rasti më i mirë është Mughira El-Walid ibn Mughira, pra i ati i Khalid ibn Walidit, kurse në rastin e Taifit është pikërisht ky, domethënë Amr ibn Mesud. Dhe ky Amr ibn Mesud ishte në moshë, në momentin që flasim ishte i shtyr në moshë dhe kishte lënë ta menaxhonin qytetin, sepse qeverisin është i fjalë disi e pompume, tre bijtë e tij në një lloj sistemi gjysmë federalist, domethënë të tre ata ishin krerët e qytetit, njësoj siç krerët e fisëve në Mekë menaxhonin punët publike dhe ekonomike të Mekës. Dhe ata ishin siç i tham Abdul Jalili, që ishte i pari, Mesudi ishte i dyti dhe i treti ishte Habibi. Dhe i pari të tre ata i folën keq të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. I pari i tha në mënyrë brutale praktikisht që në qoftë se kjo është e vërtetë, unë do të vija i pari ta shkatërroja ambulesën e Qapës me gjithë Qabën, nëse ti do të ishe i dërguar i tij. Kjo ajo që lexova si koment është që pavarësisht se ata kishin respekt për njëri tjetrin si qytete, Meka dhe Taifi, gjithsesi rivaliteti ishte dhe urrëtia e qytetave apo e vendbanimeve të tjera ndaj Mekës ishte edhe për llogaritë të Qabës, që do të thotë, e kam thënë edhe herë tjera,
Kureshët ishin fisi më i rëndësishëm i gjithë gadishullit, pikërisht për shkak të Qabes dhe pikërisht për shkak të historikut që Qabja kishte diktu tek ky qytet dhe ke jeta e gjithë banorëve të gadishullit, por jo se ishin më të fortët në numra dhe jo se ishin më të fortët ekonomikisht, sepse të tjerët si Thakifët, si Gatafanët apo si ata thuje nuk kujtohet tani, si Gifarët apo si Gasanidët apo si Benukindët apo edhe të tjera, domethënë ishin më të fuqishëm se Kureshët, por nuk kishin këtë aurën e peshës historike që Kureshët e kishin rrit pikërisht fal historisë së Qabes dhe thellë pikërisht fal trashëgimisë së Ibrahimit dhe Ismailit alayhis salam. Dhe në këtë kuptim ata i flasin me refuzim, jo vetëm se ai po ju fliste për një teologji të re, praktikisht ai ju foli për Allahun dhe për monoteizmin dhe për Kur'anin, dhe pastaj ja u sqaroi se në emër të kujt e kërkonte mbrojtjen dhe për çfarë e kërkonte mbrojtjen e tyre. Dhe unë e thash, ju kërkoi që në fund fare kur ata refuzuan që këtë të mos e bënin, domethënë të mos i jepnin zë kësaj bisede dhe të mos ja u tregonin Kureshëve, dhe siç del pastaj ata nuk e thon këtë, por Kureshët e marrin vesh pikërisht fal negociatave që profeti sallallahu alaihi wasallam bën me ta për të kërkuar mbrojtje në kthim të kësaj rruge. Dhe i dyti Mesudi i thotë që praktikisht nëse Zoti ka vendosur që të dërgojë një të dërguar, me siguri nuk do të ishte ti, stakfirullah, domethënë do të ishte me siguri dikush tjetër. Kurse i treti i thotë që sikur ti të ishe i dërguar, unë do të ndihesha inferior që edhe të bisedoja me ty, por duke qenë se ti nuk je i dërguar dhe gënjen, praktikisht je ti në këtë rast që nuk je i denj për të folë me mua, dhe të tre ata e refuzojnë. Dhe tham që tek Ibn Hishami tregohet që duhet të ketë qëndruar 6 apo 7 ditë, por kishte edhe tekste të tjera që thonin që mund të ketë qëndruar në Taif deri në 10 ditë, që do të thotë një që do të na duhet në fund, domethënë sot, që është një periudhë kohore relativisht e mjaftueshme për të rënë në sy mungesa e tij në qytet, që do të thotë në Mekë. Edhe pse, siç tham, kur u largu nga qyteti nuk i tha askujt dhe nuk dihet, domethënë, ai u tha sahabëve të tjerë apo jo, nuk po them as mund ta përfitojmë po, as mund ta përfitojmë jo, sepse nuk e dim, por thjesht mori Zeid ibn Harithën me vete. Dhe tham që në momentin kur ju foli atyre dhe ju kërkoi atyre, ata nuk e përzuan nga qyteti dhe e lanë që të qëndronte sa dëshironte ai praktikisht, sepse sidoqoftë nuk kishim të bënim me një keqbërës, me një fjalë apo me një njerëz që mund të rrezikonte qetësinë publike të qytetit. Dhe nuk është e qartë sepse nuk ka të dhëna nga historia nëse profeti sallallahu alaihi wasallam ja u kërkon atyre që të qëndrojë dhe të flasë edhe me, domethënë, njerëzit e thjeshtë apo jo, pra nuk tregohet kjo, por ajo që dim është që fillon dhe të flas me njerëzit e tjerë. Tek Ibn Hishami ka një transmetim që thotë se një grup i njerëzish, të cilët kishin një njohje me Kureshët për arsyen se njëri prej tyre ishte martuar me një ndër mbesët e Kureshëve, kur ju kishte lexuar surën Tarik, ai ishte, domethënë, ishte impresionuar aq shumë, dhe kur kishte filluar të, domethënë, të kërkonte me interesim të madh rreth, domethënë, Kuranit dhe këtij lloji daveti, këta e kishin marrë vesh edhe njerëz të tjerë, dhe kur ishin grumbulluar një grup njerëzish, atëherë e kishin marrë vesh këta vëllezër, dhe kur e kishin marrë vesh, praktikisht e kishin marrë, domethënë, guximin që t'i shpërndanin këta njerëz nga populli i tyre që dëgjonin profetin sallallahu alaihi wasallam, dhe me aq sa kuptohet, kjo duhet të ketë qenë dita e fundit kur ai bënte kur ai bënte, domethënë, ftesën e tij në Taif, për arsyen se në këtë moment me një urdhër të tyre urdhërohen fëmijë, por edhe njerëz që mund t'i quajmë gjysmë të çmendur, të cilët marrin gur dhe e godasin. Dhe kjo, duke qenë në një botë që ende nuk kishte njësi matse si ora apo kilometri, me një fjalë nuk dihet, por ajo që lexojmë nga tekstet dhe kronikat është që një grup prej tyre e shoqëroi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam deri në pikën sa shtëpitë e qytetit nuk dukeshin më, që do thotë e përzuan në mënyrë të poshtër, në mënyrë të ulët, me një fjalë, derisa e larguan jashtë qytetit. Dhe tham që për këtë, si dëshmi vlen hadithi kur në Medinë Aisha radhiyallahu anha e pyet të dërguarin e Zotit duke
i përmend Uhudin dhe i thot, që do të thotë hadithi është pas Uhudit, dhe i thot, a ka ditë më të vështirë se sa Uhudi kur ti u plagose 2 herë, thot po ka, dhe i përmend ditën e Taifit dhe një pjesë të detajeve që i përmendëm javës që shkoi dhe sot gjenden tek hadithi i Buhariut me fjalë sa i përket Taifit, kurse një pjesë tjetër gjendet tek transmetime që i tregon Zeid ibn Haritha si domethënë bashkëshoqëruesi i profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe një pjesë tjetër e transmetimeve te kronikat e sirës gjenden nga Urwa ibn Mas'ud, dhe Urwa ibn Mas'ud është i biri i al-Mas'udit, dhe Urwa ibn Mas'ud më pas bëhet besimtar dhe praktikisht i vetmi, ose më saktë i pari, pasi bëhet besimtar prej tyre që i fton ata pas domethënë marrjes së Mekës dhe në vigjilje të betejës së Hunenit, dhe edhe pse profeti sallallahu alaihi wasallam e paralemëron që të mos shkojë sepse i friksoi se mund ta vrisnin, ai shkon dhe ata e vrasin. Domethënë të birin e këtij Mesudit, Urwa ibn Mesud, ata e vrasin. Pra populli vet. Kur ai u tregon domethënë që janë bërë besimtar. Pra në dalje tham të qytetit, profeti sallallahu alaihi wasallam shkon në një vend që quhej Qarnu Thalib, domethënë i lloj toponimi, dhe aty bën atë që quhet dua profetike, edhe që është gjithashtu tek teksti i Ibn Hishamit edhe i Taberiut, dhe pasi ngre duart drejt qiellit dhe i lutet Allahut që t'i japi forcë dhe qetësi, para zgjithash, pra thot një sër gjërash që para zgjithash fillojnë me që nëse ti nuk je i zemëruar me mua o Zoti im, as unë nuk jam i zemëruar me këtë që ndodhi, që do të thotë lloj dëshmie në drejtim të pranimit të një kaderi gjithsesi tragjik, sepse ne e dimë me një fjalë që ka një hadith që thuhet se nuk ka domethënë njeri në faqe të tokës më të keq se sa ai që vret një të dërguar apo që vritet nga një i dërguar. Kjo nuk ndodhi në këtë rast, po gjithsesi edhe ata që godasin një të dërguar apo që refuzojnë një të dërguar nuk janë më të mirë se sa këto të parët. Pra janë gjithsesi pothuajse po aq të këqij. Kjo është gjëja e parë që lexojmë në atë dua. Gjëja e dytë që thotë është që praktikisht domethënë i ankohet Zotit në mënyrë domethënë pranueshme, dhe i thotë pra në mënyrë pranueshme kam për qëllim nuk po qahet si refuzimi asaj që ndodhi, por i drejtohet vetëm Zotit pasi e braktisën të gjithë me fjalë, dhe i thotë që kur do të më mbroj mua tani, kur këta të huajt më refuzuan, por edhe njerëzit e mi më kanë refuzuar. Dhe këtu Ibn Hisham i thot ka për qëllim Ebu Lehebin, i cili i kishte dhënë durrët me fjalë në dalje të, domethënë disa ditë përpara kësaj ngjarje, dhe në përfundim të kësaj duaje, kur ai i kërkon udhëzim dhe i kërkon fuqi, të cilën e transmeton edhe Zeid ibn Haritha, po është aq e njohur me fjalë praktikisht sa gjendet në të gjitha kronikat e sirës, ndodh një ngjarje që transmetohet tashmë tek Buhariu, dhe Xhibrili alayhis salam shkon me urdhëresën dhe me udhëzimin e Allahut, dhe i thotë që Allahu i ka dëgjuar lutjet e tua, Allahu i ka dëgjuar ato që ti the, dhe unë kam ardhur përmes tij me melekun e maleve, i cili të kërkon që nëse dëshiron ta shkatërrosh këtë popull që të poshtëroj ty, unë mund ta urdhëroj atë që ti bashkoj këto dy kodra dhe ata ta kenë aty me një fjalë përfundimin e tyre. Përgjigja e profetit sallallahu alaihi wasallam është, domethënë, praktikisht madhështore, dhe thotë jo, mos e bëj këtë, lutet për ta dhe thotë shpresoj që të vijë një ditë që prej tyre të dalin njerëz që ta adhurojnë Allahun një dhe vetëm. Dhe Urwa ibn Mesud ishte një prej tyre, në këtë moshë ai duhet të qenë disi i ri, sepse ishte në lulet moshës kur ata e vrasin, praktikisht 10 vite më pas, sepse pas 2 vitesh ndodh hijreti, 2 vite e pak, dhe çrimi i Mekës apo Huneni ndodh pas 8 vitesh, që do të thotë fiks pas 10 e pak vitesh nga momenti që flasim, ata e vrasin, pra e vret populli i tij. Ajo që ndodh pastaj më pas, tham që në këtë Qarnu Thalib, i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam, kur gjendet tashmë i vetëm, pra bashkë me Zeid ibn Harithën dhe larg qytetit të Taifit, ndalon në një vend, edhe ishte lapsusi im ai, domethënë shtëpia ku ndalon është Utba dhe Shejbe ibn Rabias. Tani ajo që del nga historia është që Kureshët Mekas, duke qenë se
Taifi ishte një vend ku rritej rrushi si frut dhe ku kishte gjëra të ndryshme, më falni, fruta të ndryshme që në Mekë nuk mund të rriteshin, kishte edhe gjelbërim dhe kishte një nivel më të lartë humiditeti, domethënë lagështie, sesa në Mekë, kishin kështu si më thon shtëpia verimi. Këta e kanë pas që herë të gjitha qytetërimet, me një fjalë, rusit i quajnë daça këto, do shtëpia verimi jashtë qytetit, dhe ajo që kuptohet është që kureshët kishin si më thon shtëpi të dyta, po ta themi kështu edhe pse është një lloj kështu termi shumë aristokrat, po ta thosh shtëpi të dytë, dhe ky domethënë Rabia, Utbe ibn Rabia dhe Shejbe ibn Rabia, që e kemi përmendur Utbe ibn Rabia tek ngjarja e rastit të surës Fusilet, dhe që të dy këta për fat keq, për fatin e tyre të keq, me një fjalë ndrojnë jetë në Bedër. Të dy këta kishin këtë shtëpinë verore, me një fjalë, dhe këta kishin një shërbëtor i cili quhej Adas, dhe kur ky Adasi i sheh të dy këta, pra profetin dhe Zeid ibn Harithën, i ofron domethënë që të ulen në një hije aty dhe shkon dhe ju merr pak rrush. Dhe kur i dërgumi i Zotit tham që thot fjalën Bismillah, ai habitet dhe transmetimi thotë që e shef në kokordhok të syrit, domethënë e shef me vëmendje që do të thotë nga doli kjo fjalë. Dhe i dërgumi i Allahut sallallahu alaihi wasallam ja shpjegon që edhe pse kjo është e çuditshme për popullin tim, sepse ata e kanë harruar origjinën e kësaj fjale, kjo është një fjalë e gjithë profetëve kështu me radhë. Dhe ai thotë që unë këtë e kuptoj sepse unë jam nga ehlul kitabët dhe unë jam nga qyteti i Ninives, pra në Irakun e sotëm modern. Dhe kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e dëgjon këtë qytet, i thotë që nga andej është vëllai im Yunus ibn Meta, dhe kur i thotë këtë domethënë praktikisht Adasi aty thotë nuk ka asnjë mundësi që dikush që nuk është i ngjashëm me Yunus ibn Meta, që do thotë që nuk është profet si ai, të di dhe të ketë dieni për këtë në një tokë që është harru, domethënë janë harru gjurmët e profecisë. Në këtë moment ai praktikisht i puth kokën dhe e përqafon dhe thot shahadetin. Pra nga kjo kuptojmë që ose mund t'ja ketë kërkuar se si mund të bëhem unë besimtar dhe pasues i yti dhe profeti ja ka thënë, edhe pse kjo në histori nuk tregohet, ose ai gjithsesi ishte në dijeni për një kelime të rëndësishme dhe të madhe, dhe kur e dëgjon këtë e thot dhe bëhet besimtar. Ajo që është e treguar, e transmetuar në përfundim të historisë është që Utbe dhe Rabia ibn Shejbe, Utbe dhe Shejbe ibn Rabia, kur e shohin këtë, domethënë përdëllim të tij ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, e kritikojnë dhe i thotë që ne ata e njohim më mirë se ty, sepse ti e di shumë mirë që ne jemi nga një qytet nga ai është, dhe të vërtetën e tij ne e kemi praktikisht e kemi sqaruar dhe e kemi delegjitimu dhe nuk mundet në asnjë mënyrë që një njeri që është praktikisht superior, tu i bëjnë lajka ndaj nesh dhe vjen nga një qytetërim, domethënë nga Niniveja, të besosh tek e vërteta e tij, por historia mbyllet kështu dhe siç e thash edhe javës që shkoi, nga ky Adasi nuk kemi gjurmë fare në periudhën e Medinës dhe nuk e dim se ç'është bërë me të, por historia tregon që ai është bërë musliman dhe praktikisht duhet llogaritet nga mesi i sahabëve. Tani ajo që ndodh në përfundim të këtij rrugtimi mbrapsht, domethënë që duhet të qenë rreth një natë apo një natë e gjysmë, pra një ditë apo një ditë e gjysmë, është që në periferi të Mekës, pra profeti sallallahu alaihi wasallam dhe Zeidi duhet të kenë ecur akoma, dhe në darkën e natës, domethënë para se me hyjnë në qytet, ndalojnë në Nakhle. Në Nakhle, domethënë që vjen nga fjala palm, në Nakhle ndodh në vigjilet të betejës së Bedrit ajo që quhet seria e parë, domethënë e kanë thënë ekspeditat apo çetat, edhe pse çetat ka kështu ngjyrës gjys guerilës e gjys socialiste, domethënë, po ekspeditat që i dërgumi Allahut çonte dhe nuk ishte pjesë e tyre quhen serie, kurse ekspeditet kur ai ishte pjesë e tyre dhe sigurisht i udhëhiqte ato quhen ghazi apo ghazawat, domethënë shumësi. Dhe këto janë 18 apo 19, kurse seriet janë shumë më tepër, domethënë çonte numër relativisht të vogël apo të madh sahabësh, dhe ajo që e ndez betejën e Bedrit, dhe që është një ajet në surën Bekare ndoshta 217 që është shpallë për këtë, domethënë
duke i përmend Uhudin dhe i thot që do të thotë hadithi është pas Uhudit dhe i thot a ka ditë më të vështirë se sa Uhudi kur ti u plagose 2 herë, thot po ka, dhe i përmend ditën e Taifit dhe një pjesë të detajeve që i përmendëm javës që shkoi dhe sot gjenden tek hadithi i Buhariut me fjalë sa i përket Taifit, kurse një pjesë tjetër gjendet tek transmetime që i tregon Zeid ibn Haritha si domethënë bashkëshoqëruesi i profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe një pjesë tjetër e transmetimeve te kronikat e sirës gjenden nga Urwa ibn Mas'ud, dhe Urwa ibn Mas'ud është i biri i El Mas'udit, dhe Urwa ibn Mas'ud më pas bëhet besimtar dhe praktikisht i vetmi, ose më saktë i pari, pasi bëhet besimtar prej tyre që i fton ata pas domethënë marrjes së Mekës dhe në vigjilje të betejës së Hunenit, dhe edhe pse profeti sallallahu alaihi wasallam e paralemëron që të mos shkojë sepse i friksoi se mund ta vrisnin, ai shkon dhe ata e vrasin. Domethënë të birin e këtij Mesudit, Urwa ibn Mesud, ata e vrasin. Pra populli vet. Kur ai u tregon domethënë që janë bërë besimtar. Pra në dalje tham të qytetit, profeti sallallahu alaihi wasallam shkon në një vend që quhej Qarnu Thalib, domethënë i lloj toponimi, dhe aty bën atë që quhet dua profetike, edhe që është gjithashtu tek teksti i Ibn Hishamit edhe i Taberiut, dhe pasi ngre duart drejt qiellit dhe i lutet Allahut që t'i japi forcë dhe qetësi, para zgjithash, pra thot një sër gjërash që para zgjithash fillojnë me që nëse ti nuk je i zemëruar me mua o Zoti im, as unë nuk jam i zemëruar me këtë që ndodhi, që do të thotë i lloj dëshmie në drejtim të pranimit të një kaderi gjithsesi tragjik, sepse ne e dimë me një fjalë që ka një hadith që thuhet se nuk ka domethënë njeri në faqe të tokës më të keq se sa ai që vret një të dërguar apo që vritet nga një i dërguar. Kjo nuk ndodhi në këtë rast, po gjithsesi edhe ata që godasin një të dërguar apo që refuzojnë një të dërguar nuk janë më të mirë se sa këto të parët. Pra janë gjithsesi pothuajse po aq të këqij. Kjo është gjëja e parë që lexojmë në atë dua. Gjëja e dytë që thotë është që praktikisht i ankohet Zotit në mënyrë pranueshme, dhe i thot pra në mënyrë pranueshme kam për qëllim nuk po qahet si refuzimi asaj që ndodhi, por i drejtohet vetëm Zotit pasi e braktisën të gjithë me një fjalë, dhe i thot që kur do të më mbroj mua tani, kur këta të huajt më refuzuan, por edhe njerëzit e mi më kanë refuzuar. Dhe këtu Ibn Hishami thot ka për qëllim Ebu Lehebin, i cili i kishte dhënë durrët me një fjalë në dalje të domethënë disa ditë përpara kësaj ngjarje, dhe në përfundim të kësaj duaje, kur ai i kërkon udhëzim dhe i kërkon fuqi, të cilën e transmeton edhe Zeid ibn Haritha, po është aq e njohur me një fjalë praktikisht sa gjendet në të gjitha kronikat e sirës, ndodh një ngjarje që transmetohet tashmë tek Buhariu, dhe Xhibrili alayhis salam shkon me urdhëresën dhe me udhëzimin e Allahut, dhe i thotë që Allahu i ka dëgjuar lutjet e tua, Allahu i ka dëgjuar ato që ti the, dhe unë kam ardhur përmes tij me melekun e maleve, i cili të kërkon që nëse dëshiron ta shkatërrosh këtë popull që të poshtëroj ty, unë mund ta urdhëroj atë që ti bashkoj këto dy kodra dhe ata ta kenë aty me një fjalë përfundimin e tyre. Përgjigja e profetit sallallahu alaihi wasallam është, domethënë, praktikisht madhështore, dhe thotë jo, mos e bëj këtë, lutet për ta dhe thotë shpresoj që të vijë një ditë që prej tyre të dalin njerëz që ta adhurojnë Allahun një dhe vetëm. Dhe Urwa ibn Mesud ishte një prej tyre, në këtë moshë ai duhet të qenë disi i ri, sepse ishte në lulet moshës kur ata e vrasin, praktikisht 10 vite më pas, sepse pas 2 vitesh ndodh hijreti, 2 vite e pak, dhe çrimi i Mekës apo Huneni ndodh pas 8 vitesh, që do të thotë fiks pas 10 e pak vitesh nga momenti që flasim, ata e vrasin, pra e vret populli i tij. Ajo që ndodh pastaj më pas, tham që në këtë Qarn Thalib, i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam, kur gjendet tashmë i vetëm, pra bashkë me Zeid ibn Harithën dhe larg qytetit të Taifit, ndalon në një vend, edhe ishte lapsusi im ai, domethënë shtëpia ku ndalon është Utba dhe Shejbe ibn Rabias. Tani ajo që del nga historia është që Kureshët Mekas, duke qenë se
Taifi ishte një vend ku rritej rrushi si frut dhe ku kishte gjëra të ndryshme, më falni, fruta të ndryshme që në Mekë nuk mund të rriteshin, kishte edhe gjelbërim dhe kishte një nivel më të lartë humiditeti, domethënë lagështie, sesa në Mekë, kishin kështu si më thënë shtëpia verimi. Këta e kanë pas që herë të gjitha qytetërimet, me i fjalë, rusit i quajnë daça këto, domethënë shtëpia verimi jashtë qytetit, dhe ajo që kuptohet është që kureshët kishin si më thënë shtëpi të dyta, po ta themi kështu edhe pse është një lloj kështu termi shumë aristokrat, po ta thosh shtëpi të dytë, dhe ky domethënë Rabia, Utbe ibn Rabia dhe Shejbe ibn Rabia, që e kemi përmendur Utbe ibn Rabia tek ngjarja e rastit të surës Fusilet, dhe që të dy këta për fat keq, për fatin e tyre të keq, me fjalë ndrojnë jetë në Bedër. Të dy këta kishin këtë shtëpinë verore, me fjalë, dhe këta kishin një shërbëtor i cili quhej Adas, dhe kur ky Adas i sheh të dy këta, pra profetin dhe Zeid ibn Harithën, i ofron, domethënë, që të ulen në një hije aty dhe shkon dhe ju merr pak rrush. Dhe kur i dërguami i Zotit tham që thot fjalën Bismillah, ai habitet dhe transmetimi thotë që e shef në kokordhok të syrit, domethënë e shef me vëmendje që do të thotë nga doli kjo fjalë. Dhe i dërguami i Allahut sallallahu alaihi wasallam ja shpjegon që edhe pse kjo është e çuditshme për popullin tim, sepse ata e kanë harruar origjinën e kësaj fjale, kjo është një fjalë e gjithë profetëve kështu me radhë. Dhe ai thotë që unë këtë e kuptoj sepse unë jam nga ehlul kitabët dhe unë jam nga qyteti i Ninives, pra në Irakun e sotëm modern. Dhe kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e dëgjon këtë qytet, i thotë që nga andej është vëllai im Yunus ibn Meta, dhe kur i thotë këtë, domethënë praktikisht Adasi aty thotë nuk ka asnjë mundësi që dikush që nuk është i ngjashëm me Yunus ibn Meta, që do thotë që nuk është profet si ai, të di dhe të ketë dieni për këtë në një tokë që është harru, domethënë janë harru gjurmët e profecisë. Në këtë moment ai praktikisht i puth kokën dhe e përqafon dhe thot shahadetin. Pra, nga kjo kuptojmë që ose mund t'ja ketë kërkuar se si mund të bëhem unë besimtar dhe pasues i yti dhe profeti ja ka thënë, edhe pse kjo në histori nuk tregohet, ose ai gjithsesi ishte në ndjeni për një kelime të rëndësishme dhe të madhe, dhe kur e dëgjon këtë e thot dhe bëhet besimtar. Ajo që është e treguar, e transmetuar në përfundim të historisë është që Utbe dhe Rabia ibn Shejbe, Utbe dhe Shejbe ibn Rabia, kur e shohin këtë, domethënë përdëllim të tij ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, e kritikojnë dhe i thotë që ne ata e njohim më mirë se ty, sepse ti e di shumë mirë që ne jemi nga një qytet nga ai është, dhe të vërtetën e tij ne e kemi praktikisht e kemi sqaruar dhe e kemi delegitimu dhe nuk mundet në asnjë mënyrë që një njeri që është praktikisht superior, tu i bëjnë lajka ndaj nesh dhe vjen nga një qytetërim, domethënë nga Niniveja, të besosh tek e vërteta e tij, por historia mbyllet kështu dhe siç e thash edhe javës që shkoi, nga ky Adasi nuk kemi gjurmë fare në periudhën e Dinës, edhe nuk e dim se ç'është bërë me të, por historia tregon që ai është bërë musliman dhe praktikisht duhet llogaritet nga mesi i sahabëve. Tani ajo që ndodh në përfundim të këtij rrugtimi mbrapsht, domethënë që duhet të qenë rreth një natë apo një natë e gjysmë, pra një ditë apo një ditë e gjysmë, është që në periferi të Mekës, pra profeti sallallahu alaihi wasallam dhe Zeidi duhet të kenë ecur akoma, dhe në darkën e natës, domethënë para se me hyrë në qytet, ndalojnë në Nakhle. Në Nakhle, domethënë që vjen nga fjala palm, në Nakhle ndodh në vigjilet të betejës së Bedrit ajo që quhet seria e parë, domethënë e kam thënë ekspeditat apo çetat, edhe pse çetat ka kështu ngjyrës gjys gorilës e gjys socialiste, domethënë, po ekspeditat që i dërguami i Allahut çonte dhe nuk ishte pjesë e tyre quhen serie, kurse ekspeditat kur ai ishte pjesë e tyre dhe sigurisht i udhëhiqte ato quhen ghazi apo ghazawat, domethënë shumësi. Dhe këto janë 18 apo 19, kurse seriet janë shumë më tepër, domethënë çonte në numër relativisht të vogël apo të madh sahabësh, dhe ajo që e ndez betejën e Bedrit, dhe që është një ajet në surën Bekare ndoshta 217 që është shpallë për këtë, domethënë
ka disa sahabë që vrasin 2 persona dhe marrin peng 2 të tjerë bashkë me 2 apo 3 deve, pra me një lloj karvani të vogël, pikërisht në këtë zonë që quhej Nahle. Dhe pra është një domethënë vend banim në të dalë qytetit pa hyrë Mekë. Dhe këtu të dy ata qëndrojnë dhe kalojnë natën. Dhe Zeid ibn Haritha thotë që profeti sallallahu alaihi wasallam mori abdes dhe filloi të falej. Dhe Ibn Kathiri në tefsirin e surës Ahkaf thotë që ajetet nga 29 deri në ajetin 33 janë shpallur pikërisht për këtë ngjarje tani, sepse tek tefsiri i tij ai thotë që ishte një numër gjindësh, menimi më i saktë, edhe pse nuk e di ku bazohet në fjalë, thotë që ishte 7 apo 10, të cilët ishin duke kaluar aty atë natë, në ato anë, dhe pasi dëgjojnë Kur'anin, nuk tregohet se cilën sure po lexonte profeti sallallahu alaihi wasallam, po ishte namaz domethënë i natës, sepse 5 namazet ende nuk janë sanksionuar me fjalë. Ata dëgjojnë dhe flasin me njëri tjetrin. Dhe ajeti 29 fillon kështu, domethënë kur ne dërguam te ty një grup gjindësh për të dëgjuar Kur'anin, ata kur erdhën i thanë njëri tjetrit, heshni, dhe kur përfundoi leximin ata u kthyen te populli i tyre si këshillues. Ata thanë, o populli ynë, ne dëgjuam një libër të shpallur pas Musait, i cili vërteton shpalljet përpara tij, udhëzon nga e vërteta dhe tregon rrugën e drejtë. O populli ynë, përgjigjuni thirrësit të Allahut dhe besojini atij. Thirrësit e Allahut tu është e bukur. Ibn Kathiri thotë, në këtë rast, i dërguami i Zotit është njësoj si Allahu në kuptimin e vërtetësisë dhe autenticitetit të burimit, që do të thotë kur flet Allahu drejt për drejtin Kur'an, ai është thirrësi. Por edhe profeti sallallahu alaihi wasallam kur flet përmes haditheve të tij, edhe ai është i njëjti thirrës, sepse burimi është i njëjtë edhe pse 2 fundamentet janë të ndryshme dhe që është Kurani dhe Suneti. Ai do t'ju falë gjunahet tuaja, të rast bëhet fjalë për Zotin, dhe do t'ju shpëtojë prej dënimit të dhimbshëm. Ata që nuk i përgjigjen thirrësit të Allahut, nuk do të mund të shpëtojnë atij në tokë dhe askush nuk do të mbrojë nga dënimi i tij. Ata janë në humbje të madhe. A nuk e shohin ata se Allahu i cili krijoi qiellin dhe tokën pa u lodhur as pak në krijimin e tyre është i fuqishëm që të ringjallë të vdekurit? Po, ai është vërtet i fuqishëm për çdo gjë. Ditën kur ata që kanë mohuar do të përballen me zjarrin dhe do të thuhet, "Vall, a është kjo e vërtet?" Ata do të thonë, "Po, për Zotin ton." Ai do të thotë, "Atëherë shijoni dënimin për mohimin që keni bërë." Prandaj ti Muhammed po lexoj edhe një ajet, prandaj ti bëu i durueshëm o Muhammed, ashtu siç ka nduruar me këmbëngullit të dërguarit e vendosur dhe mos kërkosh shpejtimin e dënimit për ata. Ditën kur të përjetojnë atë që u është premtuar, atyre do të duket se kanë qëndruar në tokë vetëm një çast të ditës. Kjo është shpallje e qartë, e kush do të shkatërrohet tjetër përveç popullit të pabindur? Tani Ibn Kathiri në tefsirin e tij thotë që në këtë rast profeti sallallahu alaihi wasallam nuk hyri në bashkëbisedim me xhindët, nuk foli me ta dhe nuk ishte i vedishëm, nuk ishte në dieni. Domethënë që xhindët po e dëgjonin dhe këtë e ka mësuar kur është shpallur kjo pjesë e surës Ahkaf. Pra e bëra këtë sqarim që të mos e ngatarrojmë me një ngjarje tjetër që është e sirës Medinase me xhindët në të dalë të Medinës, dhe kjo ngjarje është një hadith i gjatë, po që është vërtet ngjarje e mirëfillt dhe do të ndalemi kur të vi rradha me fjalë. Kjo ngjarje është sebepi i shpalljes së surës Xhind. Dhe këtë është një hadith i gjatë tek Buhariu dhe Muslimi që e transmeton Abdullah ibn Mesudi për disa xhinde që domethënë kishin ndezur zjarr në të dalë qytetit, pra në periferitë Medinës, dhe kur profeti sallallahu alaihi wasallam jep disa shpjegime dhe domethënë flet për disa urtësi rreth xhindeve. Po kjo është një ngjarje e dytë dhe është në periudhën Medinase, kurse kjo është e para. Dhe atë që Ibn Kathiria dhe Taberiu dhe Ibn Hishami bën si domethënë shpjegim të kësaj urtësie është që pasi i kthyn domethënë banorët e tokës shpinën me fjalë të dërguamit Allahut, ju bë një lloj dhurate dhe një lloj shpagimi nga Zoti i Madh, duke i dërguar një grup krijesash që nuk janë domethënë pra janë të kësaj bote, po nuk janë të këtij lloji, domethënë nuk janë prej njerëzve. Dhe kjo ndodh në mbrëmjen, sepse nuk ka shumë të dhëna përveç kësaj me fjalë, edhe tefsiri i këtyre ajeteve këtë thot me fjalë, sepse pastaj ajo vazhdon duke bërë një shpjegim për botën e xhindëve me fjalë që edhe ata janë krijesat e rendit të dytë pas njerëzve që do të japin llogari, ka prej tyre besimtar, ka prej tyre jo besimtar, ka prej tyre të mirë, ka prej tyre të këqij, por kjo nuk lidhet drejt për drejti me sirën me fjalë, kështu që nuk kemi pse vazhdoj. Ajo që ndodh pas kësaj është e nesërmja,
ka një transmetim kur Zeid ibn Haritha e pyet profetin sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë që çfarë do të bëhet tani me ne, dhe ajo që profeti sallallahu alaihi wasallam thotë është pikërisht një gjë që edhe më ka bërë përshtypje, po e kam lexuar që është ndër përgjigjet më njerëzore të gjithë sirës, i thotë nuk e di. Që do të thotë fakti që profeti thotë nuk e di, edhe pas kësaj thotë, por pasi bëm këtë që bëm, pra pasi morëm gjithë sebepet e mundshme, jam i bindur që Allahu do të na gjejë rrugdalje. Por dhe ky është pikërisht kulmi i tawekulit, me fjalë që ka tre, si më thon, komponent, që nga njëra anë mbështetja dhe bindja që ndihma e Zotit gjithmonë do të vi, është gjithmonë e pranishme. E dyta, marrja e sebepeve dhe bërja më të mirës mundshme, duhet të jetë gjithmonë pjesë e këtij trinomi, dhe pjesa e tretë është pamjaftueshmëria jote që tregohet në përgjigje nuk e di. Që do të thotë është shumë e lehtë ta lexojmë historinë profetike nga perspektiva jon tani, duke thënë që kjo ka ndodhur pikërisht sepse ai ishte profet, apo pikërisht se ai kishte një mbrojtje të posaçme, apo se ai kishte një ndihmë e cila nuk na vjen ne. Këto të gjitha mund të jenë të vërteta dhe janë të vërteta. Por i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam nuk e ka përjetuar çdo situatë që i ka ndodhur në jetën e vet duke qenë i vetëdijshëm për këtë. Ka shpresu ke një ndihmë e posaçme dhe ke një ndihmë e madhe, jo në kuptimin e posaçme që umetin e tij nuk do ta ndihmojë Zoti siç ndihmon atë, se kjo është psikopati ta thush. E dinte që Allahu do ta ndihmonte, por nuk përllogariti kurrë asnjë veprim që bëri duke u bazuar ke një besim, duke u bazuar ke një besim lidhur me një sukses të garantuar. Këtë nuk e dinte asnjëherë. Dhe kjo është shumë e bukur. Dhe kjo e bukur është e dobët me thënë, kjo është shumë e rëndësishme. Që do të thotë kur i dërguari i Zotit nuk e di se çfarë do të ndodhi nesër, kjo është shpaguese dhe ngushëlluese edhe për ne, që do të thotë shpresë ka se gjanat mund të përmirësohen, por nga ana tjetër gjanat mund të përmirësohen njëra përmes tawekulit dhe tjetra përmes marrjes shkaqeve dhe bërjes punës saktë. Praktikisht ky është kuptimi edhe i shahadetit. Domethënë besimi tek fuqia e Allahut për të ndryshuar gjendjen, dhe nga ana tjetër marrja e sebepeve. Çfarë është marrja e sebepeve? Ndjekja e rrugës së dërguarit, se s'ka mundësi tjetër. Në një fjalë kemi sinqeritet, po kemi edhe metodë. Kemi sinqeritet, po kemi edhe veprim. Dhe veprimi është në përputhje me atë që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka vepruar. Dhe kjo përgjigje, domethënë nuk e di, është Ibn Kathiri thotë në një fjalë që është momenti më njerëzor në gjithë sirën mekase. Domethënë kjo pamjaftueshmëri dhe kjo debolesë nga ana e profetit që ja tregon që e kishte birë për shpirt, në fjalë në momentin që flasim ende nuk ishte shpalla jeti surës Ahzab ku tregohet ajo që duhet bënte ai me Zeidin, dhe më pas kjo pasohet që profeti sallallahu alaihi wasallam e dërgon Zeidin në qytet. Ky ishte një version. Një version tjetër është që sahabët vijnë në dijeni nga Zeidi, pra pasi ai shkon në qytet, dhe një grup prej tyre, edhe pse nuk bëhet i ditur në emër, një grup prej tyre dalin dhe i thon profetit sallallahu alaihi wasallam që nuk është e sigurt që të kthehesh në qytet. Tani kjo është shumë e fortë edhe shumë e bukur, sepse është hera e parë në 10 vjet që i dërguari i Allahut nuk hyn dot ke qyteti vet. Nuk po them që ka frikë të hyjë në qytet, sepse është mënyrë jo e këndshme dhe jo fisnike për ta thënë. Me fjalë është njësoj si kur thosh profeti ja mbathi në Uhud, që nuk do ta themi kurrë. Domethënë sepse nuk ka sens. Me fjalë Aliu radiallahu anhu thotë që kur situata në përbeteja tensionoi aq shumë, ne që ishim trima shkonim pas profetit. Domethënë kur e thot Aliu këtë do të thotë që ka qenë me vërtet nivel shumë i lartë mënyrën se si ai është përballë me guximin e vet ndaj gjitha gjërave. Por në këtë moment ishte punë koke, dhe e them duke e theksu, ishte vërtet punë koke, dhe sahabët i thonë që nuk është e sigurt që të shkosh dhe të hysh në qytet as me mbrojtjen tonë, sepse praktikisht do të ishte luftë. Prandaj edhe kam thënë disa herë që në Mekë ata kanë qenë në gjendje lufte. Është gjë tjetër të thush nuk kanë luftuar kurrë. Por në momentin kur e vërteta jote fyhet, në momentin kur e vërteta jote refuzohet, në momentin kur njerëzit e tu dhunohen, në momentin kur liderit tënd ja kanë bërë ben në disa raste, në momentin kur të gjithë armiqtë e tu, atij që të mbron ty në fije të perit, i kërkojnë në mënyrë të përsëritur që praktikisht t'i jap të drejtën ta eliminojnë fizikisht, kjo është një gjendje lufte e shpallur, vetëm se është një luftë me një kah.
dhe duke qenë se është me nikah, në themi ishte gjendje paqe, por praktikisht nuk ishte gjendje lufte. E dyta, në qoftë se do të ishte një gjendje paqe dhe jo një gjendje lufte, pasi ata shkuan në Medinë nuk duhet ta kishin çuar në përmend kurtit, ktheheshin në Mekë dhe të bënin luftë me Mekën. Kjo është evidente, domethënë. Dhe ajo që ndodh është që dhe ka dy versione, ose shkon Zeid ibn Haritha, ose është një sahab tjetër që është Abdullah ibn Uraykit, domethënë nuk është, ky është një sahab jo fort i njohur për arsyeën se nuk del në shumë raste gjatë, domethënë gjatë sirës, dhe ky shkon tek Ehnes ibn Shurayk. Ehnes ibn Shurayk e kemi përmend kur kemi fol për ngjarjen me dëgjimin e Kuranit në mes të natës, kur Ebu Xehli, Ehnesi dhe Ebu Sufjani shkonin secili në hall vet dhe takoheshin 3 net rresht në Qabe kur profeti sallallahu alaihi wasallam lexon Kur'an. Dhe ky bëhet musliman. Më mas po bëhet musliman në betejën në periudhën mekase. Zedi apo ky Abdullah ibn Uraykit, sepse përmenden të dy raste vetë, por e rëndësishme është sahabët i kërkojnë mbrojtje për profetin sallallahu alaihi wasallam dhe ai refuzon. Dhe arsyetimi që bën, sepse kjo tregohet, është që jo se kam diçka lidhur me atë burr, dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse tregon urtësinë që i dërguari i Allahut kishte se përse i dërgoi emisarët e vet tek ky. Dhe por i thotë që unë nuk dua një konflikt me Ebu Lehebin, sepse praktikisht duhet kishte një kosto, kjo që duhet bante. Dhe kur ai refuzon, ata i shkojnë profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ai thotë që atëherë shkoni tek Suhejl ibn Amr. Suhejl ibn Amr është edhe ky një ndër sahabët e mëdhenj, pastaj bëhet musliman gjithashtu dhe luan një rol vendimtar në ngjarjen e paqes së Hudejbijes, që do të vi kur t'i vi rradha me fjalë ta diskutojmë. Dhe Suhejl ibn Amr gjithashtu ka një hadith vlerësues profetin në ditën e Hudejbijes për këtë, dhe kur e shef Suhejl ibn Amrin që afrohet dhe e shef në horizont, thot Suhejl ibn Amr, domethënë do vi dhe ka për ta lehtësuar çështjen. Dhe domethënë vendimi në mënyrë se si ai ndikon tek Hudejbia është vendimtar. Por edhe Suhejl ibn Amr bën të njëjtën gjë dhe e refuzon dhe thot unë nuk dua probleme me Ebu Lehebin, nuk du probleme me Benu Hashimit, nuk du probleme me gjithë Qureshët, dhe mund të ketë kosto për mua kjo, prandaj dhe refuzoj. Në momentin kur refuzon, dhe kjo ka ndodhur brenda të njëjtës dite, domethënë mëngjesin e natës kur zhvillohet ngjarja e surës Ahkaf me xhindët. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam priste jashtë qytetit. Tani ajo që ngjarja tregon është akoma dhe më e çuditshme dhe më e bukur kur e merr vesh Mutim ibn Adi se çfarë po ndodhte, pa ja kërku dikush, pra nuk është një kërkesë e tretë dhe ky e pranon. Pa ja kërku dikush, shkon dhe ju thot sahabëve që do ta mbroj unë. Dhe në një transmetim thuhet që ka 4 djem, në një transmetim thuhet që ka 7 djem. Të gjithë këta i dërgon të armatosur jashtë qytetit dhe i urdhëron që ta sjellin në mes të qytetit, në Qabe, dhe i thot, dhe kjo ndodh, dhe i thot të dërguarit Allahut, dhe ai pranon. Sallallahu alaihi wasallam që e di që prej zakonit tënd, prej traditës, domethënë, tënd është që të bësh tawaf kur hyn në qytet, prandaj bëj tawaf i qetë, sepse ne të mbrojmë ty. Dhe të gjithë djemtë e tij, po dhe njerëz të gjakut të tij e rrethojnë të gjithë Qaben, kështu përshkruhet ngjarja, me shpinë nga Qabja, pra dhe nga profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe me shpata të nxjerr nga mielli drejtu të gjithë Qureshëve, edhe pse askush nuk po tentonte, domethënë fizikisht, që të bënte ndonjë veprim, dhe Mutim ibn Adi e deklaron publikisht që në qoftë se dikush e prek këtë burr, atëherë ka punë me mua dhe unë e mbroj publikisht në emër të dinjitetit edhe fisit tim. Profeti sallallahu alaihi wasallam bën tawafin dhe ajo që ndodh është që Ebu Xehli dhe Ebu Sufjani afrohen në domethënë pranë Qabes dhe i bëjnë pyetjen a je bërë një ndër pasuesit e tij apo vetëm i ke ofruar mbrojtje. Se kjo është shumë e rëndësishme kur kemi folur për ato nivelet e qytetarëve, qytetar dorës parë, dorës 2, dorës 3, është shumë e rëndësishme që mbrojtje atij mund t'i jepte vetëm njëri prej tyre, nuk mund t'i jepte mbrojtje një musliman. Pse? Sepse praktikisht sistemin, edhe pse është një term shumë i frym nga pikpamja juridike apo procedurale,
sistemin e kishin ata. Dhe nuk mundej që në emër të sistemit apo në emër të status quo-s së Kureshëve apo në emër të teologjisë tyre apo në emër të mbarvajtjes së ligjësive të cilat i mbajnë ata në këmbë dhe në pushtet, ti t'i jepje mbrojtje dikujt i cili tashmë ishte si puna jote, pra nëse ti do ishe besimtar. Dhe kur i bëjnë këtë pyetje Mutim ibn Adi je përgjigjen e sinqertë dhe i thotë jo, nuk jam prej pasuesve të tij dhe nuk jam besimtar tek ajo që ai për fat keq që ai domethënë pretendon se i shpallet nga Zoti i tij, por po i kërkoi por i ofrova mbrojtje në emër të dinjitetit dhe në emër të fisit tim. Dhe Ebu Sufjani dhe Ebu Xheli kur dëgjojnë këtë, ata tërhiqen. Dhe kjo është ngjarja. Ajo që lexohet më pas, ajo që kuptohet më pas, ajo që përshkruhet më pas është që profeti sallallahu alaihi wasallam e ka falendëruar në mënyrë të vazhdueshme në qytet Mutim ibn Adi për këtë, domethënë veprim prej fisniku që ai bëri, fam. Gjithashtu edhe gjatë bojkotit, kur folën për bojkotin, dërgonte deve të mbushura natën në çeftas me rrezikun që ata praktikisht mund ta bojkotonin edhe atë, apo mund ta poshtërojnë, apo mund ta fynin etj me radhë, por nga ana tjetër ishte një ndër ata që u munduan maksimalisht që ta shkatërronin bojkotin dhe bën atë mini mbledhjen e vogël për të dhënë përshtypjen në sytë e Ebu Xhelit dhe të tjerëve që për bojkotin ata nuk kishin rënë gjithë dakord, por ishte zgjedhje e një grupi të vogël, por edhe një grup tjetër gjithashtu i rëndësishëm në qytet ishte kundër bojkotit dhe pastaj ndodhi ajo që e kemi shpjeguar që ndodhi. Dhe ajo që tregohet është që edhe pse nga një anë profeti sallallahu alaihi wasallam tregon sigurisht dinjitet në falënderimin e tij ndaj Mutim ibn Adi, pas kësaj ngjarje ai filloi ta kuptonte që nuk e kishte kokën të sigurt, pa e themi troç, sepse që nga ky moment fillojnë tentativat e para dhe do flasim pas Isras dhe Mirabit, që është ngjarja që do të flasim inshallah në javën vijim. Pas Isras dhe Mirajit fillojnë disa rrugë, pra disa udhëtime që profeti sallallahu alaihi wasallam bën në veri të gatishujt arabik për të kërkuar një lloj marrëveshje për të larguar për hijret. Pra kjo është, domethënë, fillon vigjilja e hijretit, pastaj kemi 2 beslidhjet e Akabes dhe pastaj ndodh ajo që ne kemi hijret. Pra ne kemi në fen ton hijreti i të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ajo që ndodh edhe them ta mbyllim sot me këtë për arsyen se po të fillojmë për Isran dhe Mirajin i bi ta lëm për gjysmë, edhe është më mirë që të kemi një lloj ritmi që ta fillojmë dhe ta mbarojmë brenda një ligjërate, ndoshta edhe 2, po do ta shohim me fjalë. Ajo që duhet thënë me fjalë në nderim të Mutim ibn Adit është që kur ai ka ndruar jetë në Mekë, kjo ndodh pak përpara betejës së Bedrit dhe ai nuk merr pjesë në betejën e Bedrit. Ajo që ndodh është që kur i dërguari i Allahut ja u jep lajmin në Medinë sahabëve që Mutim ibn Adi ka vdekur, sahabët pikëllohen dhe Hasan ibn Thabit, i cili ishte profeti, ishte poeti i të dërguarit Allahut dhe i gjithë sahabëve, bën një poezi vlerësuese dhe poezia është tek Ibn Hishami në xhaminë e profetit sallallahu alaihi wasallam, duke e falendëruar publikisht në emër të gjithë sahabëve dhe i dërguari i Allahut jo vetëm që nuk e ndalon, por e konfirmon dhe transmetohet që lëvizte kokën dhe që do të thotë i vinte keq. Dhe rezumeja e gjithë poezisë është që o Kurejsh dhe o sahab, duhet që të kuptoni që jemi në borxh me atë burr që mbrojti profetin ton dhe u tregua i njerëzishëm me të kur asnjëri prej nesh nuk mund ta ndihmonte dot. Jo se nuk deshën, po siç e shpjegova që nuk mundeshin dot. Dhe kjo është ngjarja e fundit me fjalë që tregohet për të, dhe pak më pas, siç e kam thënë një numër herësh, kur ndodh domethënë kapja e banorëve rob të Bedrit me fjalë, thotë që nëse e gjithë ky grupi i këtyre flet në mënyrë përçmuese ndaj tyre profeti alayhis salam, nëse Mutim ibn Adi do të ishte gjallë, një gjysmë fjale, do të thoshte pra vetëm një fjalë të thoshte, të gjithë këta do t'ja u riktheja, pra vetëm për hatrin e tij, ose e meritojnë këta, pa marr asgjë mbrapsht. Tani Mutim ibn Adi ka pas edhe një vëlla dhe ka qenë Tujame ibn Adi, dhe ky Tujame ibn Adi ka qenë gjithashtu mohues dhe në betejën e Bedrit bashkë me
Nadir ibn al-Harithën dhe Ukba ibn Abi Mu'it eliminohen, pra vriten fizikisht nga Aliu. Janë vetëm këto të tre, po e përmenda që kemi një lloj harte, domethënë të qartë emrash që t'i lidhi me ngjarjet. Kurse i biri i tij, Xhubeir ibn Mutim ibn Adi, është një sahab i rëndësishëm, i cili bëhet, pra në këtë moment që flasim, nuk është besimtar, bëhet, nuk jam i sigurt, po me siguri ose pas betejës së Khendekut ose pas betejës së Khajberit, domethënë në periudhën e mesme apo të vonë medinase, dhe është një sahab që ka disa ngjarje ku është, domethënë ku roli i tij është vendimtar dhe që do ta përmendim edhe në mënyrë individuale kur t'i vi rradha. Them që ta mbyllim këtu domethënë, dhe javës që vjen inshallah, me që është ngjarje e mëvetësishme dhe, si më thën, akt kronologjike Israja dhe Miraxhit, flasim në mënyrë të posaçme vetëm për të. Allah shpërblet.